Parashikimi I yjeve dhe refleksione për datën 3 maj 2025. Le të fillojmë pa humbur kohë me të 12 shenjat. Dashi. Dita e nesërme sjell një kthjellim të mendjes që mund të duket si një dhuratë e papritur, një çështje që të ka munduar për një kohë të gjatë, një dilemë, një ndjenjë pa përgjigje, apo thjesht një paqartësi që s'të ka lënë të qetë. Atëherë do të fillojë të zbardhet. Nëse deri tani keni ndier mjerkull në mendime, si një lodhje që vjen nga përpjekja për të kuptuar apo zgjedhur gjithçka, nesër ka gjasa të ndjesh një ndriçim të brendshëm, mos e injoro këtë ndjesi. Mund të jesh I frymëzuar, por njëkohësisht dhe më I qetë. Kjo është një ditë për të besuar në instinktin tënd, jo ai impulsiv që të nxit të veprosh menjëherë, por ai që vjen nga qetësia e një mendje që ka reflektuar thellë. Nëse të lind një ide ose një ndjenjë që të duket e thjeshtë por e fuqishme, është mirë ta shënosh, ta mbash mend ose ta ndjekësh më vonë. Ajo përmban drejtimin tënd. Në marrëdhënie mund të jesh më I hapur për të folur për ndjesitë e tua pa ndier presion. Ky është një moment I mirë për sinqeritet dhe për të thënë të vërtetën pa drama. Një bisedë e vogël mund të sjellë një afërsi të madhe. Në aspektin emocional, lejo ndjesitë të rrjedhin pa mbatur frikë nga brenda se do të duken të tepruara. Demi. Demi, data 3 maj është një ditë që të fton të kujtosh një të vërtetë të thjeshtë. Paqja vjen pas përpjekjes së qëndrueshme. Edhe nëse detyrat të duken të lodhshme ose rutina e përditshme të mërzit, mos I nevlerëso fuqinë e hapave të vegjël. Ato janë ura drejt qetësisë që e kërkon. Disa çështje mund të marrin mendjen apo të shpërqendrojnë, por pikërisht aty ku ndjen tërheqje apo shqetësim, duhet të ndalesh dhe të shikosh më thellë. Mos ik nga ato, përballi me zemër të hapur dhe mendje të qartë. Kur je I pranishëm në ato që bën, puna kryhet më lehtë. Përfundimi I një detyre të vogël mund të jap ndjenjën e fitores më shumë se ç'e mendon. Mos prit që gjithçka të bëhet menjëherë, mjafton që të ecësh një hap të vogël në drejtimin e duhur. Jepi vetes pak kohë për të pushuar, pa u dorëzuar ndaj dembelizmit. Është një pushim I shkurtër, mund të ndihmosh të rigjenerohesh nëse nuk zgjat shumë. Binjakët. Është dita për të ndalur ritmin dhe për t'i dhënë vetes një hapësirë të shenjtë për dëgjim të brendshëm. Nuk ke nevojë të kërkosh më tej se ai që ke kërkuar është brenda teje. Mendja jote është e pasur, por ndonjëherë zhurma e botës e bën të pamundur që të dëgjosh qartë. Dhe në vend që të kërcesh nga një ide në tjetrën, ndale veten për një moment. Në këtë ndalesë mund të bësh shumë. Një shëtitje pa qëllim, një çast I vetëm me një filxhan çaji të ngrohtë dhe disa frymëmarrje të thella të rikthehen në këtë moment. Këto gjëra të vogla janë mjete të mëdha që mund të lidhin me thelbin tënd. Në atë qetësi mund të kuptosh se përgjigjet që kërkove në të kaluarën, ndoshta në rrëmuj, në njerëz apo në plane, kanë qenë gjithmonë aty. Mos u trem nga ndjesia e qetësisë. Mos e merr si mungesë progresi, sepse ndonjëherë pushimi I vetëdijshëm është hapi I parë që të ofron pranë vendimeve të drejta. Çfarëdo që lind nesër, mos e ndalo, vëzhgoje me qetësi. Gaforja. Gafora, dita mund të duket e ngadalë, sikur puna nuk po sjell frytet që ke pritur. Mund të ndjesh lodhje dhe një boshllëk të brendshëm, por në të vërtetë shumë gjëra janë duke ndodhur prapa skenave. Gjëra që ti nuk mund t'i shohësh, po përformojnë rrugën tënde. Ky nuk është momenti për të shtyrë apo për të kërkuar me forcë apo dyshuar te vetja. Është një ftesë për të ndaluar pak dhe rifituar ekuilibrin. Përdore këtë kohë për të parë me sy të butë, jo si dikush që duhet të prodhojë gjithmonë, por si një shpirt që ka nevojë për kujdes, për pushim, për ngrohtësi. Lejoje veten të ndjesh pa presion, lejoje zemrën të qetësohet dhe trupin të çlirohet nga tensionet. Mund të mos jetë një ditë me lajme të mëdha apo fiture të dukshme, por është një ditë që të sjellë një kthesë të brendshme të thellë, dhe kjo vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe në heshtje po rritesh, edhe në pritje po ecën përpara. Luani. Luan, kujtoj vetes se nuk është e nevojshme të arrish skajin e lodhjes për të merituar pushimin. Nuk duhet të jesh I raskapitur për të ndaluar, për të marrë frymë dhe për t'u kthyer te vetja. Trupi yt, mendja dhe zemra jote ka nevojë për dashamirësi, kujdes, edhe kur gjithçka duket se po ecën mirë. Ti je një udhëheqës natyral, një forcë që tërheq vëmendje dhe mbart përgjegjësi, por mos harro se dhe dielli perëndon për të ndriçuar përsëri. Jepi vetes leje për të pushuar pa pikën e fajit. Një ndalesë e vogël sot mund të bëjë arsye që nesër të ngrihesh më I fuqishëm, më I kthjellët dhe më në kontroll. Mos e nënvlerëso fuqinë e një çasti
Qetësie. Mos prit që trupi yt të therras me dhimbje, që mendja jote të bërtas me tension. Merr kohë për veten, respekto ritmin tënd natyral dhe kujto ajo që po bën të ndriçosh nuk është fuqia jote, por mënyra si kujdesesh për veten. Virgjëresha. Nesër mund të ndodhë që të përballesh me një dilemë të brendshme, një paqartësi që vjen nga mungesa e logjikës apo nga thellësia e shpirtit. Kjo nuk është një sfidë për të zgjidhur, por një ftesë për të kthyer te vlerat e tua më të mëdha. Kur ndihesh e pavendosur, mos shiko jashtë për përgjigje, shih brenda. Ti je një qenie me mendje të mprejtë dhe zemër të ndjeshme. Dhe kjo ndeshmëri shpesh të bën të ndjesh tensionin mes asaj që bota pret dhe asaj që ti ndjen se është e drejtë. Mos u dorëzo përpara presionit. Bë zgjedhjet e tua bazuar në parime dhe jo frikë. Veprimet që vijnë nga vlerat krijojnë paqe, edhe nëse rruga nuk është e lehtë, është më e vërteta. Qëndro qetë, të akuzuar dhe sinqert me veten. Fjalët e tua nuk janë të zhurmshme, mjafton të jenë të vërteta. Kur qëndron në të vërtetën tënde, gjithçka fillon të rreshtohet natyrshëm. Peshorja. Data 2 maj është një ditë për të kuptuar se energjia jote është e vlefshme më shumë se që mendon. Në një botë që shpesh ecën shpejt dhe kërkon shumë, ti je kujtesa e qetësisë, balancës dhe bukurisë së thjeshtë. Ndoshta do ta ndjesh sikur nuk të vërejnë, sikur praninë tënde e marrin si tërmirqen, por ajo që të jep ndikon thellë edhe kur askush nuk flet për këtë. Mirësia jote, buzëqeshja jote, mënyra si dëgjon dikë apo si ndan një bendim të butë, janë si një dritë e qetë që ndriçon në një dhomë të errët. Mos u përpiq të përshtatesh në një botë që kërkon të fshihesh. Shkëlqe, fillo nga gjërat e vogla. Thuaj atë që mendon me dashuri, mbaj qëndrim me butësi dhe mos u fshi pas nevojës për aprovim. Ti nuk je këtu për të qenë si të tjerët, je këtu për të sjellë harmoninë që mungon. Dhe kur e bën këtë pa fri dhe pa maska, ndikimi yt bëhet i padukshëm por i fuqishëm. Bota ka nevojë për të. Akrepi. Data 3 maj është një ditë që të fton të ndalesh dhe të shikosh pas, jo për të ndier peshën e asaj që ke kaluar, po për të vlerësuar fuqinë që ke ndërtuar. Ti je një shenjë që nuk ecën sipërfaqësisht. Çdo përvojë që ka ndryshuar, të ka përpunuar dhe të ka thelluar. Dhe tani është koha për të pushuar pak dhe për të ndier krenarinë e qetë që vjen nga rruga e ndjekur me guxim. Nuk ke nevojë të vraposh drejt gjës tjetër. Nesër lejoje veten të festoj fshehurzi rrugëtimin tënd. Ka bukuri në çastet e ndërmjetme. Udhëtimi yt nuk është garë, është një zbërthim i fuqishëm dhe i ngandalt i një shpirti që njeh si errësirën dhe dritën. Merr frymë thellë dhe shiko sa larg ke ardhur. Jo me britma, por me forcën e heshtur. Ti nuk ke nevojë për duar trokitje për të ditur vlerën tënde, sepse çdo hap që ke bërë dhe ai më i vogli ka qenë një deklaratë e fuqisë tënde të brendshme. Shigjetari. Data 2 maj tregon që ti mund të përballesh në një moment ku ndjeshmëria dhe e vërteta do të takohen në mënyrë ndoshta të dhimbshme. E vërteta nuk vjen shpesh me butësi, por me kërkesë për guxim, dhe ti je një shpirt që kërkon liri, por liria e vërtet nuk është thjesht në lëvizje apo në largim, është në të qenit i vërtet pa maska. Në këtë ditë ndoshta do të ndjesh nevojën për të thënë diçka që ke mbajtur brenda vetes për një kohë të gjatë, jo për të lënduar, por për të qenë i sinqert. Fol me butësi, por mos e zbut të vërtetën. Mund të jetë të vështirë, mund të kërkoj lot, por ajo që vjen më pas është çlirimi dhe ti, më shumë se kushdo tjetër, di çfarë do të thotë të marrësh frymë lirshëm. Lejo emocionet të vinë siç janë, mos i tremb ato. Në mes të ndjenjave të forta ka një kthjellësi të rrallë që zhduk mjergullën dhe të kthen drejt vetes. Dhe aty në atë kthjellim qëndron rruga jote e ardhshme. Bricjapi. Bricjap. Data 3 maj është një çast për të ndalur dhe për të parë botën me sytë më të freskët. Jo vetëm gjithmonë të ndërtosh, të planifikosh, të arrish. Ndonjëherë bukuria që të rrethon është thjesht të vëzhgosh. Ndoshta do të duket si një ditë e zakonshme, po pikërisht aty fshihet dhurata, në të zakonshmen që bëhet e jashtëzakonshme nëse e sheh me vëmendje. Vështro njerëzit, detajet, buzëqeshjet, ajrin e freskët, ngjyrat e pasdites. Një fjalë e butë, një moment pa zhurmë, një ndjesi pa arsye. Këto janë gjërat që nganjëherë peshojnë më shumë se një arritje e madhe. Ti je një forcë e heshtur në botë, dikush që di të shoh atë që të tjerët e anashkalojnë. Mos u mërzit nëse nuk të kuptojnë të gjithë. Fisnikëria jote
kërkon duart trokitje. Dhe nesër është dita për ta ndier këtë gjë të vogël që do të prek shpirtin. Ujori. Ujor. Data 3 maj është një ftesë për të kthyer vëmendjen nga jashtë në brendësi, por këtë herë pa ngurtësi, pa kërkesa, pa ngutje për të rregulluar gjithçka. Mund të shfaqen kujtime të vjetra, emocione që ke menduar se ke kapërcyer, por ato nuk vijnë për të të lënduar, vijnë për të të shëruar. Kur gjërat e papërpunuara kthehen në mendje, ato nuk janë pengesa, ato janë mundësi për të mbyllur cikle me dashuri. Shpirti yt bëhet më i urtë, zemra jote di të liroj, jo me forcë, por me mirësi. E vetmja gjë që kërkohet nga ti është prania të jesh aty për veten, sikur të ishe pranë një shoku që ka nevojë. Fol me dashuri me veten. Merr frymë thellë, nuk e pse lufton çdo ndjenjë. Nesër, kur i jep vetes dëmshurinë që shpesh ua jep të tjerëve, do të ndjesh si qetësia rikthehet. Jo sepse gjithçka është e zgjidhur, por sepse më në fund je në paqe me të qenit thjesht njeri. Peshqit. Data 3 maj është dita për të lëshuar. Të lëshosh pa ndjenjën e fajit, pa arsye për të justifikuar diçka që e ke mbajtur për vete, ndoshta nga zakoni, ndoshta nga frika, dhe të ka lodhur shpirtin. Jo çdo barr është për t'u mbajtur gjatë. Disa gjëra kërkojnë të lirohen, që ti të ecësh më lehtë drejt asaj që është për ty. Kujdesu për trupin tënd, dëgjoj zemrën tënde. Nëse diçka të shtrydh energjinë, ndoshta nuk është më për ty. Nuk është humbje të largohesh nga ajo që nuk të ushqen më. Është një fitore e butë që të hapësh rrugën për diçka më të ndritshme. Bëu i sinqert me veten. Pyet veten, po qëndroj këtu nga dashuria apo nga frika? Këtu përgjigjja vjen dhe mos anashkalo, se zemra jote nuk kërkon shumë, kërkon lehtësi, kërkon paqe, dhe kjo paqe nuk gjendet në lidhjet që të rëndojnë, por në zgjidhjet që të lehtësojnë. Liria jote është më e shenjtë se çdo zakon. Të nderuar miq, ky është horoskopi për datën 3 maj 2025. Ju urojmë të gjithëve një ditë të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.